Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt përfliteshte që Limi që dy prajme më herët, do me thënë të lërë shtëpinë e Big Brotherit, të largohet nga shtëpia sepse kishte një kontratë të hapur jashtë dhe më datën në 6 shkurt, Limi duheshte të udhëton drejt Brazilit. Natën e sonte, Limi vendosi që të jep fund marrëdhënies dhe rrugtimit në shtëpinë e Big Brotherit, duke mos i dhënë fund marrëdhënies me Albën. Me patjetër që Alba është e informuar që Limi do të largohet nga shtëpia dhe këtu në fakt unë pash një lloj strategjie që Alba e ka ditur që Limi do të futeshte brenda në shtëpi. Ndoshta ka qenë një marrëveshje edhe prej jashtë që Limi të futet t'ja suportoj Albës lojën dhe Alba të jetë fituesi, ajo që në fakt sot po merr këtë vëmendjen e madhe dhe ka vëmendjen e madhe të publikut. Limi ishte shumë i lumtur që bëri këtë rrugtimin, u duartrokit dhe u përqafua me shumë dashuri me banorët e shtëpisë së Big Brotherit, veçanërisht me Albën dhe me Dolçen. Ishte një ndër banorët që pretendoheshte për finale, por ne e dinim që ai nuk do të rri brenda shtëpisë së Big Brotherit, do të largohet, por gjithsesi do të shohim se si do të merr rrugtimi tashmë jashtë. Ai tani do ndeshet me të gjithë realitetin, besoj që do të jetë i ftuar në për intervista në televizionin Klan dhe mendoj që ishte vetëm hyrja për ta suportuar dhe për ta ndihmuar Albën. Gjithsesi unë i uroj shumë suksese dhe shpresoj që të na vijë me surpriza të bukura në vazhdim.